Në fund të fundit do thuash ti pse ta presësh biletën me një agjenci kur mund ta presësh vetë. Ta them unë sepse ka hotele ekskluzive të cilat janë në booking e vende të tjera. Ti shikon atje nuk ekzistojnë, kurse këtu janë mbushur me njerëz. I ke ti ato si ke. Ka hostele, apartamente, villa, resorte, all inclusive me mëngjes, drek, dark, PM e tëra. I ke ato nuk i ke. Hotele me butiqe, boutique hotels, luxury stays, long stay rentals, do të vesh një muaj ti në Itali, të marrësh me qira. I ke? Si ke. Udhëtime bashkë me hotel, bashkë me avion. E ke të rënë bashkë jo, do futesh 3 vende të gjësh. City breaks, do të vesh 2 ditë në një vend, të shikosh edhe të vish mbrapsht, do shikosh Romën, do shikosh Parisin. Nuk e ke atë. Honeymoon, do vesh me shoqen ti në Maldive. Ku e di ku do vesh ti, se Maldivet janë, ka gjithë ato, ndajtë duhet agjencia. Family vacation, jeni 5 veta. Po bën kalamaj sa të vrasësh mendjen. Atje more agjencinë ti përmendsh. Jeni grup, jeni 10-20 veta, shkollë, njërin tjetër ku di punë. Si do veni 20 veta, si do mirën vesh. Agjencia, jeni student, jeni për udhëtime fetare, ka udhëtime fetare, qoftë në Mekë, në Vatikan apo në vende të tjera. I organizon dot vet. Ke festivale të ndryshme të cilat ne i dim përmendsh, ku janë dhe kush janë dhe evente të tjera, ka lloj gjëra, ka kroçere për shembull. I di ti kroçeret, kush është e mirë, kush është e keqe, kush të zë, kush me alkol, kush pa alkol, kush për të rritur, kush ka fëmijë. Ka këto kroçeret e brenda ditës, këto të vogla që janë në Budapest për shembull, edhe këto që mund të vesh. Ka këto me luks po duash ti, ka këto dhe me avion të vesh Barcelonë dhe nisësh me kroçere. I di ti? Ka transfer të aeroportit, marrin në aeroportit, çojnë në hotel, çojnë ku duash ti. Ka shofer privat. I ke, nuk i ke. Ke makina me qira, ke autobuza, ke trena po duash, ke ferry boats, varkën, do të marrësh një vark në X vend tjetrin, do të marrësh mbas edhe një vark me qira apo një jahtë të tërin me qira. I gjën dot vet, si gjën dot vet tëra, i gjën agjencia të tëra. Ke guida turistike brenda një qyteti. Qoftë në këmbë, qoftë me makinë, qoftë me Ferrari, do të marrësh Ferrari me qira si do gjësh. Do të vesh edhe të degustosh ushqime të ndryshme në një vend, edhe është një njerëz që të merr me vete edhe të deguston ta gjim ne atë direkt. Ke aventura, hiking në këmbë, safari po duash në Afrikë, ke të dalësh në Mauritani ande apo me atë trenin po dosh ku të gjesh atë ti me varka të ndryshme, me muze. Do të vesh te Louvri, do të themi në një stil shikose me një vjeçë, futesh më shpejt. Di ato, nuk i di, ndaj të duhet agjencia. Ke theme parks që nga Antalya deri në Portugali nga ana tjetër. Do t'i bie shkurt mos të presësh në linjë. Ke eksperjenca lokale, ke njerëz atje, të cilët ne kemi dhe si ke. Ke shumë evente të ndryshme, futboll, Formula 1, teatr, kinema, festivale të ndryshme, koncerte, whatever, gjitha këto një agjenci i ka. Mos të flasim më për vizat tani që vete edhe ngelesh në aeroport apo siguracionet, dokumentat që duhen, kalamajt të rriturit, ku duhen kur ikën një kalama vetëm me një prind. Invitation letters që duhen prandaj që mos ngelesh në kufi, ne nuk i dim 100% ato se smerremi supozohet, po në të vërtetë i dim. Ndaj duhet marrësh një agjenci udhëtimi. Merr 10 euro travel.